Kemi mbrëma dashur të rishikues, jemi këtu në emisionin Qëndrim nga unë Tedi Mene në ACTV USA. Ashtu si jemi çdo muaj me zotin Prend Marleku në intervistën tonë të përmuajshme, por kësaj edhe kemi dhe një personazh tjetër tepër interesant, General Hysen Gecaj. Sonte në studio, ose më saktë virtualisht, kam dy anëtarë të organizatës Shqiptaria, sigurisht zotin Prend, cilën audienca e ACTV-s tashmë e njeh mirë, dhe zoti Hysen Gecaj, një ekspert i sigurisë për të analizuar situatën gjeopolitike të botës së sotme dhe si kjo situatë impakton dy shtetet amë, Kosovën dhe Shqipërinë. Do të jemi këtu së bashku në një bashkëbisedim analitik për këtë temë, qoftë impakti ekonomik dhe ushtarak, qoftë si mund përshkallëzoj kjo situatë apo parashikimet tona lidhur me gjendjen globale, e cila realisht ka prekur jo vetëm shtetet tona amë, Amerikën dhe vendet e përfshira në luftë, por çdo shtet në botë, qoftë me çmimet dhe qoftë me pasigurinë globale. Për ta nisur këtë temë, do të dëshiroja një herë t'i them mirë se erdhe zoti Prend Marleku, sërish edhe këtë muaj në ACTV. Faleminderit. Faleminderit Edi, përshëndetje për ju dhe gjithë bashkëdhëtarët e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mirë se erdhe general. Për herë të parë virtualisht në ACTV, Albanian Community TV. Mirë se ju gjej, ju dhe teleshikuesët tuaj. Unë do të dëshiroja një herë që ta nisim në një kontekst pak të përgjithshëm. Pra si e shikoni, le ta nisim pak tek pse nisi kjo luftë. Po ja drejtoj pyetjen në fillim generalit dhe më pas ne do ta zhvillojmë si bashkëbisedim dhe mund të ndërhyjmë për mendimet tona. Do jap dhe unë mendimin tim pas fjalës së tij. Pse jemi në këtë situatë? Sepse kemi parë një farë përshkallëzimi dhe populli as këtu në Amerikë, ku unë jam, nuk e ka të qartë një objektiv, pra çfarë presim nga kjo luftë dhe pse Amerika u përfshi në mënyrë kaq masive në këtë luftë. Si e shikoni ju në këndvështrimin tuaj? E kuptoj që situata është shumë e paqartë për qytetarët amerikanë, po edhe në përgjithësi botën perëndimore, për shkak se shpesh herë qytetarët nuk janë në gjendje që t'i përcjellin në kontinuitet në ngjarjet e mëdha sikur këto, siç e kemi tani rastin me luftën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Iranin, për shkak se politikat globale ecin me një ritëm her pas herë të ngadalshëm dhe kjo shkakton një farë ndërmjetësimi të pauzave në imagjinatën e qytetarit, të cilët më pastaj harrojnë se për çka është nis më herët një mosmarrëveshje e cila me kalimin e kohës më pastaj kalon në një kërcënim verbal dhe prej atij kërcënimit verbal pastaj vazhdohet me disa sulme të shkurta, të përkohshme, me të cilat shpresohet që mund të arrihet një synim apo qëllim, dhe më në fund nëse nuk arrihet që ose të ulen palët në bisedime dhe të bisedojnë për çështje të caktuara, ose të vinë të përfundimi i synimit që kemi, atëherë vjen edhe të eskalimi i situatës siç ka ardhur në këtë rast deri te një luftë shumë e ashpër në mes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Izraelit dhe Iranit në anën tjetër. E gjitha kjo sigurisht që do një shtellim të thuktë dhe në një vazhdimsi historike, për shkak se kjo luftë nuk është e ditëve të sotme, ka një prapavi shumë më të gjatë në aspektin kohor, për shkak se edhe me përfundimin e luftës së dytë botnore nuk ka përfunduar një rend i ri botnor i cili është konsideruar atkohë që me luftën e dytë botnore, me përfundimin e saj mori fund çdo gjë. Lufta e dytë botnore dhe përfundimi i saj ka qenë në fakt një farë pauze dhe një farë rimarrje e energjive për të vazhduar më tutje me ndarjen e sferave të interesit botnore, kështu që edhe kjo luftë dhe këto luftra sot, sikur ajo në Ukrainë, sikur kjo në Iran dhe eventualisht ndonjë luftë tjetër, po edhe ajo në Ballkan në vitet e 90-ta, janë në fakt vazhdim i ndarjes së sferave të interesit, dhe derisa këto sfera interesit nuk qartësohen mes fuqive të mëdha, do të kemi kërcënime, trazira, luftra të cilat synojnë që të kenë një prerje të qartë të interesave mes fuqive të mëdha që ekzistojnë sot.
Dhe këto fuqi janë dihet Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një anë dhe Evropa në anën tjetër është Rusia dhe Kina, të cilat në fakt kanë pastaj edhe disa shtete më të vogla satelite me të cilat bashkëpunojnë dhe koordinojnë në mënyrë që gradualisht të bëhet një ndomje e qartë e këtyne, nëse mund t'i quaj kushtimisht, ekipeve të cilat janë në garë me njëna tjetrën. Ose para se dëshiroj të jap ta vazhdoj këtë, po para se ta jap dëshiroj Prendin të thotë ai fjalën e tij për të bërë hyrjen e plot. Prend, ju si mendoni për objektivin e nisjes së lufta? Të faleminderit Tedi. Jam i lumtur që jemi së bashku me generalin Gecaj. Unë shumë shkurt. Amerika, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të njohura për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njeriut. Kjo është treguar edhe në rastin e jonë të Kosovës, ku politika dhe shteti genocidial serb ishte në prag çfarosjes të një populli e të bëjë nga trojet autoktone, shekullore, popullin shqiptar dhe falë Amerikës dhe botës perëndimore e pështoj këtë popull, thamë kështu në mënyrë popullore, dhe e formoi shtetin e Kosovës e krijuam. Kuptohet me vujtjet tona dhe me sakrificat e heronjve dhe dëshmorëve tonë dhe nana dhe fëmijëve, mirë po ishte Amerika ajo e cila e pështoi një popull, e formoi shtetin e Kosovës, sepse ish Jugosllavia dhe Serbia mbetur që de jure e pretendoj që kishte marrë me vitet pas luftës së dytë botërore, po me dhunë prap, dhe Amerika mbrojtjet drejtave të njerëzit dhe kombëtarët një populli e boni një mrekulli në kuptimin pozitiv dhe e shpëtoi një popull dhe e krijoi një shtet të ri i cili e meritoi të krijohet, kështu që Amerika respekt për popullin persian iranian të sotshëm, që ka një civilizim shumë të hershëm, mirë po, ne çka jemi afërsisht një farmoshe, kështu ne mojme shumë mirë dhe në vitet 80 ishte një shtet i civilizuar, popullate civilizuar, modern, dhe me ardhen e këtyne mullave si quhen këta, e shëndrojnë një katastrofat popull të hershëm dhe të civilizum, dhe tani aty shkelen drejta në mënyrë drastike. Janë vrarë para se Amerika të intervenoj, janë vrarë me mira nga vetë autoritetet iraniane, janë vrarë popullata civile, janë burgos me mira, kështu që Amerika ndoshta tani një formatash për duhet aty që t'i ndihmoj atij popullat, asaj popullate, mirë, por kjo është kur pacienti ka nevojë për operim, operimi është shumë i zorshëm, është shumë i dhimbshëm, vjen nganjëherë mund edhe të vdes pacienti, mirë po kirurgu është shpëtimtari, që me aton të operacionit e shpëton pacienti. Kështu është, unë kështu e shoh. Unë se shoh ende Amerikën që po interesohet kaq shumë për popullin, në fakt se deri tani shoh interesin e Izraelit, e lobit hebre, që duke u ndjerë më i rrezikuar dhe duke pasur interesin e Izraelit madh, dëshirojnë që Irani të dobësojë. Sigurisht për këtë do përdori Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse besoj të gjithë jemi dakord që Izraeli nuk mund ta bëjë dot vetëm këtë. Kjo është evidente, është fakt. Tani kemi sulmin do doja pak të merresha me këtë. Kemi papritur Amerikën e cila futet në Iran. Objektivi i parë ishte rrëzimi i regjimit, gjë e cila dështoi, sepse pritën dhe siç u prit që do të vrisnin Khamenein dhe populli do të çohej në revolucion. Kjo gjë nuk ndodhi. Nuk ndodhi për shumë arsye, një prej arsyeve është sepse edhe në operacionin e parë, në fushatën e parë ajrore ushtarake Amerik-Izrael, patën gabime në goditjen e objektivave, duke goditur objektiva civile, gjë e cila ul kredibilitetin e forcave të jashtme amerikano-izraelite për popullin iranian si shpëtimtar. Gjë që ndodhi sepse sot nuk kemi revolucion më në Iran, siç kishim një tentativë para se të niste lufta.
Pra, kishim protesta me tentativë për të rrëzuar regjimin. Sot nuk i kemi më. Do thotë që nuk e përmirësoj, e përkeqësoj. E dyta është që unë do të ndalem pak, do të pyes dhe generalin për mendimin e tij, është letra e kreut të departamentit kundër terrorit amerikan, Joseph Kent, i cili nuk është më sot në detyrë. Një person tepër i rëndësishëm tek administrata e Trump, i cili dha dorëheqjen, ashtu siç kanë hikur dhe plot general, ndërkohë regjia po më nxjerr në ekran për njerëzit letrën, dhe i ka shkruar Trumpit se kjo luftë është iniciuar nga nxitja e lobit hebre për presidentin Trump dhe se Amerika po bën të njëjtin gabim si gabimin e Irakut. Çfarë mendimi keni për këtë deklaratë? Nuk është deklaratë e një gazetari ose e një analisti. Është një nga personat më në brendësi të situatës që jep këtë deklaratë, jep edhe dorëheqjen. Kështu që general, çfarë mendimi kemi për këtë deklaratë? Kjo deklaratë na i ndryshon pak atë opinionin ton për një lëvizje humanitare për të mirën e popullit të Iranit. Në fakt, kjo deklarat është shumë në vija, po në përputhje edhe me karakterin e presidentit Trump, një karakter i cili është i pazakont për një president të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe jo vetëm për shkak të specifikave të tina të mënyrës se si ai komunikon me opinionin dhe mënyrës se si operon me institucionet vendimorëse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me karakterin e tij individual. Dhe sigurisht që me karaktere të tilla siç është presidenti Trump mund të priten edhe tërheqje të tilla, dorëheqje të tilla për shkak se të gjithë ata që kanë punuar në administratën amerikane deri më tani janë mësuar që të kenë një vizion të qartë dhe një qëndrim të qartë nga punëdhënësit e tyre, kështu që paqartësitë e presidentit Trump shpesh herë sjellin deri te një konfuzion edhe jo vetëm i qytetarëve, por edhe i zyrtarëve të cilët bashkëpunojnë me të. Prandaj janë të pritshme edhe dorëheqje të tilla, edhe nga politikaj të ndryshëm, edhe nga drejtorë dhe nga udhëheqës të institucionit, po edhe nga generalët të cilët kanë përgjegjësi të caktuara. Sidomos generalit ata janë mësuar që në detyrat e tyre të kenë të qarta të gjitha detyrat që u jipen në mënyrë që ata më pastaj të mund t'i shndrojnë ato në urdhra të caktuara dhe në plane të caktuara për të vepruar në terren. Dhe ndrrimi i shpeshtë i qëndrimeve të presidentit Trump për çështje të caktuara dhe mospasja konsistencës në qëndrimet e tij sjell deri te momentet të këtilla ku njerëzit do të japin dorëheqje. Mirë po unë shpresoj që administrata amerikane në përgjithësi është me një përvojë dhe ka një background dhe kjo ja u mundson që të konsolidohen edhe në situata kur janë të pakjarta dhe besoj që qëllimet e tyre do të udhëhiqen përpara, do të çohen përpara për shkak se një shtet i fuqishëm si Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë potencial për t'i menaxhuar edhe këto situata, ndonse situata në Iran është shumë e vështirë dhe është më e pazakontë se sa në luftrat tjera që i ka udhëheq Amerika kudo qoftë në lindje. Prandaj këtu kemi një handicap, po shpresoj momental, sepse duhet ta kemi të qartë. Unë në fillim kur mora fjalën dhe fillova të folja për gjeostrategjinë dhe për aspektet e përgjithshme të fillimit të një lufte, po mbrana kësaj sigurisht që duhet të shohim në rand të parë ajo që e thash në fillim, ndarjen e sferave të interesit të fuqive të mëdha, po mbrana kësaj kemi të bëjmë edhe me tregjet e ekonomisë. Pastaj kemi të bëjmë edhe me regjimet teokratike të cilat janë shumë të rrezikshme për shoqëritë demokratike dhe kur fillohet një luftë duhet të merren parasysh gjitha këto elemente në mënyrë që për një herë të zgjidhen këto probleme dhe mos të shkohet hap pas hapi në mënyrë që këto luftra të stërzgjatën.
Dhe tani jemi në një situatë kur patëm disa ditë një farë tentative për të bisedu dhe për të marrë vesh në mes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit dhe Izraelit në 1-9 për një armpushim ose për një marrëveshje përfundimtare, mirë po kjo nuk po arrihet dhe sigurisht që kjo do të sjellë një momentum të ri. Ky momentum i ri, unë besoj që do të sjellë edhe një luftë më të ashpër në Iran, ku pasoja do të jenë shumë më të mëdha dhe në 1-9 kjo sigurisht që mund të sjellë edhe konsolidimin pak apo mobilizimin edhe të popullatës në mbështetje të qeverisë së Iranit, por është e qartë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një superfuqi dhe kur i marrin parasysh edhe interesat edhe evropiane, po edhe disa fuqive të mëdha siç janë Tazon, Kanadaja, Australia, Japonia dhe disa të tjera, mos harrojmë këtu edhe Britaninë e Madhe, sigurisht që tentohet me çdo kusht që kjo luftë të fitohet, por do të fitohet me pasoja bukur të mëdha për të gjitha palët. Kjo do të ndikojë edhe në opinionin amerikan dhe disponimin karshi presidentit Trump, mirë po kur fillohen lufta të mëdha të këtilla, ku përfshihen shumë interesa të shumë palëve dhe shumë dimenzioneve, atëherë sigurisht që ashpërsia e këtyre luftimeve, në qoftë se iranianët nuk tërhiqen, do të shkojë në përmasa të papame deri sot, po besoj unë. Por unë shpresoj që edhe iranianët do të këmbgulin në qëndrimet e tyre deri në momentin e fundit, por ata do të kuptojnë, po besoj që është shkatrimtare për shtetin e tyre dhe për vendin e tyre nëse vazhdojnë me një këmbgulje të tillë dhe një luftë shtërruese deri në fund. Prand, po ju çfarë mendimi keni për dinamikën e brendshme për letrën edhe si do shkojë situata, siç dha edhe generali një parashikim të tij edhe një analizë për aktualitetin. Kjo që tha generali, presidenti amerikan Trump është i paparashikueshëm. Kam dëgjuar një herë një intervistë ku flet presidenti Reagan, ish presidenti i SBA-ve, kur ishte Bashkimi Sovjetik në pyetje dhe koordinata me Helmut Kohlin dhe kancellorin gjerman, dhe kur Gorbaçovi tregonte se si kanë rrjedh bisedimet kur është shkapërderë në Bashkimi Sovjetik, edhe thot hyn presidenti Reagan edhe me një zah shumë kërcënues, thot sikur ti isha unë në zanë si tine dhe më thot çka po pret? Edhe mendojsha se mos çka ka ndodhur me ta. Edhe më shiqon të sy, tha. Pastaj mas 2-3 minuta zgjat këtë dorën edhe të qesh të ta kryjmë këtë punë më njëherë, se nuk kemi tjetër rrugë. Domethënë, ai ishte një president shumë serioz, mirë po këto në politikë ndoshta është një tham kështu kushtimin një trik që provon. Gjithsesi jemi në situatë gjeopolitika, aktualiteti gjeopolitika shumë i paparashikueshëm dhe në aspektin juridik normal që secili shtet ka sovranitetin vet, duhet të respektohet sovraniteti. Mirë po qëndroj pranë asaj që drejtat e njerëzit janë shumë rëndësi. Janë shumë rëndësi. Se kemi pas kaluar, na tregon e kaluara që diktatorët kanë bërë gjëra të mërshme, kështu që nuk e di, është vështirë të jepet një konkluzion kështu real dhe ona humanitare shumë e dhimbshme ai popull, sidoqoftë. Ishte në dhimbje dhe në situatë shumë vështirë, nga vetë udhëheci vet, tani është situatë edhe më të vështirë që lufta është të mërshme, kështu që është zor tipet një definicion dhe më lejoni ta them në mënyrë shqiptar, që popullor, që më dhimet ai popull dhe urojmë që gjinet një zgjedhje dhe populli mos psoj shumë.
Po, tani, Kaq që ma tepër. se unë nuk kuptoj diçka këtu. Madje bazuar edhe te letra e Kentit. Ku qëndron interesi ose ku qëndron interesi amerikan në këtë pikë të lojës? Sepse kemi ardhur në një pikë ku nuk shoh Amerikën të ketë asnjë lloj interesi më në Iran në këtë lloj lufte. E kuptoj shumë mirë pse Izraeli mund ta donte këtë. Nuk e kuptoj pse Amerika mund ta donte këtë sot. Nëse populli do kalonte në krahun e Amerikës, se do të rrëzoheshe regjimi, Amerika do fuste influencën e saj në ngushticë, do zgjeroheshe influenca sepse mund të çonin në përdorimin e dollarit, mund ndodhin shumë skenar dhe në fillim të luftës mund ta perceptoja një interes amerikan. Sot nuk po e shoh ende interesin e Amerikës. Dhe e zëm sikur do të bëhen sulmet. Amerika, presidenti Trump deklaroi se do të kryejë sulmet sot në orën 8, nëse nuk ka një marrëveshje dhe do të tërhiqet dhe siç është i mërzitur nga vendet e Europës që nuk e përkrahen, ka thënë ngushticën, le ta hapin ata po të duan. Kështu është për presidentin Trump. Pra me fjalë të tjera, u futëm në një luftë, nuk bëmë asgjë dhe po tërhiqemi. Pa nuk e shoh ndarjen pa nuk e kuptoj. Çfarë unë si qytetar amerikan përfitoj ose do të përfitoj, qoftë sot, qoftë nesër, qoftë short term, mid term, long term nga kjo luftë, çfarë duhet pres unë? Qoftë preni ose qoftë generali, kush të doj ta marrë fjalën i parë. Kjo është edhe ona morale në pyetje. Amerika nuk lufton për moral, lufton për interesa. Mendoj unë, tërhiqet vjen në mënyrë që është dorëzuar, është generali mundet ndoshta edhe më mirë me elaboru, por ona morale është shumë e fortë, po tërhiqet çka bën idea, kështu që unë kështu e shoh. Mirë, po unë në pjesën e parë të bisedës time e përmena një kontinuitet apo një vazhdimsi të ndomjes së sferave të interesit që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Dhe kur e shohim në intervalin kohor, ky është një interval kohor bukur i gjatë dhe memoria shpeshherë ka shkputje të atij kontinuiteti për të kuptuar që ajo luftë po vazhdon, nuk ka mbaruar lufta e dytë botërore. Thjesht ka qenë një pjesë mes luftës dytë botërore dhe kësaj që mund ta quajmë thjesht lufta e tretë botërore për shkak se janë të involvuar shtete të fuqishme me interesa të fuqishme në globin toksor. Prandaj po them, duhet të shikojmë të gjitha këto gjëra në një plan afatgjat, jo plan afatshkurt. Në planin afatgjat edhe unë e them me të drejtë edhe Tedi e tha që nuk e kuptoj pse tash ndodhen gjitha këto dhe duhet të tërhiqen, mirë po, luftrat me interesa afatgjata kanë edhe këso dështime momentale, mund të kenë, nëse mund t'i themi dështim, sepse ende nuk mund ta quajmë përfundimisht si dështim, por mund të ketë gabime, mund të ketë lëshime të cilat për një kohë duhet të ketë edhe tërheqje, edhe ndryshim taktike, edhe një riorganizim në mënyrë që të arrihet qëllimi përfundimtar, një në anë. Ana tjetër mund të pauzohet edhe për një periudhë pak më gjatë derisa vjen një administratë e re, eventualisht në qoftë se populli amerikan është i pakënaqur dhe më pastaj SBA konsolidohet prapë dhe gjen një zgjidhje më fatbardh, qoftë përmes dialogut politik, apo edhe përmes një përgatitje më të mirë në kuptimin ushtarak. Po e them këtë të dytën në kuptimin ushtarak, për shkak se për mendimin tim kjo luftë ka filluar me një shpejtësi marramense, pa një parapregaditje të duhur në aspektin qoftë logjistik, për sa i përket ushtrisë, mirë po edhe pa një parapregaditje të opinionit amerikan në rend të parë, i cili është mësuar që her pas herë luftrat të cilat i zhvillon jashtë territorit amerikan gjithmonë, të jenë luftra të shpejta, të shkurta dhe të arrihen rezultate të mëdha, kështu që kjo nuk ka lënë një përshtypje tek amerikanët. Mirë po, kur është fjala për shtetet e fuqishme sikur që është Irani dhe ose sikur që është Ukraina në këtë rast me Rusinë,
Atëherë për luftrat të tilla duhet të jetë gjatë edhe në kuptimin e përgatitjes së opinionit i cili duhet ta mbështes luftë, po edhe në stik për shkak se resurset luftarake duhet të jenë të mëdha dhe duhet të jenë në gjendje që të zime në teren, pra në luftime të plotësohen me kohë dhe mos të kemi zbrasina. Unë po dyshoj që gjatë fazë ka pas edhe probleme logjistike me furnizime luftarake për ushtrinë amerikane, e cila ushtri në fakt sado që ka kapacitete të mëdha, distanca her pas here imponon disa rrethona ku logjistika nuk mund të furnizoj me kohë dhe ana tjetër kundërshtari i fuqishëm siç është Irani dhe arsenali ushtarak të cilin e përdor Irani, po ashtu e rrit edhe matutje këtë problematik. Prandaj unë po them që një tërheqje eventuale gjë që edhe mund të ndodhë, por unë besoj që SBA do tentoj me çdo kusht ta gjunjëzoj Iranin edhe me këtë fillim të kësaj faze të bombardimeve që paralajmëroi presidenti Trump, çka do të qoftë dhe si do të qoftë që të zhvillohet, kjo nuk do të thotë se ka marrë fund çështja e Iranit. Irani duhet të përfundoj me një zgjidhje të këtij problemi, duhet të paqtohet si shtet, duhet të jep një garantë që nuk do të ketë zhvillim të armatimeve nukleare të cilat janë problematike për botën dhe sidomos janë të rrezikshme kur ato armatime i përdorin liderët teokratik dhe liderët të cilët nuk kanë mirëkuptim për demokracinë. Dhe sigurisht që në këtë aspekt, në qoftë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të tërhiqeshin, po them eventualisht pa një rezultat, kjo do të kishte pasoja të mëdha për botën në përgjithësi. Do të kishte pasoja edhe për ato shtete arabe të cilat ishin krah me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të kishte pasoja sidomos për Izraelin, dhe kjo sjell pastaj një rrezik shtesë, sepse dihet mirë që Izraeli ka armë bërthamore dhe në një situatë kur do të ndihej tepër i kërcënuar, ai nuk do të hezitonte t'i përdorte. Dhe pala tjetër më pastaj është edhe Evropa dhe janë bota tjetër, pjesa tjetër e botës demokratike, e cila ka nevojë për resurse ekonomike, në veçanti ka nevojë për burimet e naftës, të cilat ndikojnë drejt për drejti në zhvillimin ekonomik. Prandaj po them që është tepër e vështirë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës thjesht ta vazhdojnë edhe një fushat të bombardime dhe pastaj të tërhiqen. Dhe kjo më pastaj do të sillte konsekuenca dhe pasoja të tjera, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund ta bëjnë një pauzë të shkurtë deri në konsolidimin për luftime të matutjeshme, por jo edhe tërheqje definitive. Mund ta vazhdosh, vetëm sa i vërtet edhe sa i fryr ose jo është kjo frika ndaj Iranit me armë bërthamore. Se Kent tha që Iran, me sa informacion që kishte se një person i brendshëm, nuk kishte në plan tashmë të kishte armë bërthamore. Dhe kontrollet kështu kanë thënë. Tani kemi një luftë me pretekstin e pengesës së armëve bërthamore. Sa e nevojshme ishte kjo lloj ndërhyrje? Pra kaq afër ishte Irani për krim të armëve bërthamore, sepse kemi vetëm fjalë që thonë që Irani do të ketë armë bërthamore dhe vetëm kaq. Kemi Iranin që nuk ka shprehur këtë interes, kemi persona të brendshëm që kanë thënë që nuk po ndodh. Tani unë si qytetar amerikan, shembulli, dhe çdo qytetar amerikan, ku duhet bazohet që të thotë, okay, vërtet Irani ishte i kërcënim me armë bërthamore?
Ajo shqiptar. Sepse edhe NATO ndërhyn nëse ka një rrezik të drejtë për drejtë dhe të menjëhershëm, ose nëse ti sulmohesh, ose kanë një rrezik që është duke ardhur dhe është shumë afër. Sa afër ishin këto armë, sa i madh ishte ky rrezik i këtyre armëve bërthamore. Nuk e di, edhe prendi dhe generali për informacionin që mund të ketë. Po filloj me që nise. Filloj me pyetjen. Ne kemi dëgjuar disa herë dhe e kanë thënë haptas dhe e thonë, regjimi diktatorial iranian nuk e njeh Izrael dhe thotë që Izraeli duhet zhduket nga paqja dhe duhet ta shkatërrojmë Izraelin. Kjo besoj që është një signal shumë i fortë që duhet pas kujdes që po erdhën ajo diktaturë, erdhën deri të bomba në shkatërim masiv, atëherë do të jetë një tepërvonë dhe një problem shumë i madh. Kur thot një regjim i cili përfaqëson një shtet shumë të fuqishëm, mbi 90 milion banor, dhe thot që duhet shkatërrohet Izraeli, kjo është mase alarm i madh, është një alarm që është problemi i Amerikës. Zgjon kurreshtjet. Kështu që Izraeli pra dalim prapë te Izraeli. Uno? Dalim prapë te Izraeli. Po dhe? Preteksti i luftës. Ne duhet ta thojmë haptas, nuk është në shefsi. Izraeli është Amerika është Izraeli, ato janë dy segmente që janë dy trupa një shpirt. Unë marr guxim ta them këta është realitet. Izraeli ka nevojë për mbrojtje amerikane, edhe kështu që edhe herë për përsëris. Se secili njeri, sikur që na dhem për atë popull, ata civil, ata njerëz. Ashtu duhet kemi shumë kujdes kur thot një regjim diktatorial shumë i fuqishëm, duhet zhduk nga faqja e të Izraelit. Kjo është alarm. Kjo duhet jetë alarm për secilin nga ne dhe sigurisht që për njerëz vendimarrës. Unë kështu e shoh. Është kërcënim direkt ndaj një shteti për zhdukjen e një shteti. Tani kërcënim direkt kundrejt një shteti. Tani ti po e bën lidhjen e zhdukjes të bën armët bërthamore. Që as Izraeli nuk supozohet të kishte. Në radhë parë. Dhe në radhë të dytë nuk kemi parë ende një të përmenda atë të NATO, sepse Amerika është në NATO dhe Amerika detyrohet të ndjeki ato lloj rregullash. Nuk e pa mende rrezikun e drejtë për drejtë për Izraelin. E sheh Izraeli, po nuk ka pse shoj Amerika këtë rrezik të drejtë për drejtë sa i të ndërhyj për Izraelin. Sepse është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk është Shtetet e Bashkuara të Izraelit. Nuk luftojmë për interesat e Izraelit, duhet luftojmë për interesat amerikan. Dhe interesat amerikan, ajo që është arritur deri më sot është thjesht ngushtica e mbyllur dhe që Irani nuk do ta hapi dhe që dëmton Europën, që në fund ditës është alati i Amerikës. Dhe ka krijuar Irani përçarje mes Europës dhe Amerikës. Kjo është e tmerrshmja. Pa del Spanja totalisht kundër, bllokon hapësirën ajrore Franca, thotë do kryejmë aleanca paralele, bashkohet për bllokimin e hapësirës ajrore Italia, Zvicra, Austria, pa e gjitha kjo se Irani kërcënon Izraelin. Po pse gjithë kjo kujdes për ta, kur në fakt Irani nuk ka ndërmarrë asnjë veprim konkret që ne ta shikojmë luftën si diçka të menjëhershme, pa për të reaguar short term ashpërsisht. Pa ne nuk jam dakord me këtë punën e Izraelit, sepse Izraeli ka interesa rajonal që nuk përbëjnë interesat amerikan për zgjerimin e tij. Ato nuk i interesojnë Amerikës. Nëse mund të bëjnë plotësim asaj që folëm deri më tani, dhe cili është interesi amerikan për ta ndihmuar Izraelin. Por fillimisht po i kthehem te çështja e bombës bërthamore apo bombës atomike. Po, sa ajo ishte e para, po. Dhe që ka dilema nëse ekziston apo nuk ekziston mundësia për ta prodhuar. Për ta kuptuar më mirë, duhet
të kuptojnë që prodhimi i bombëve të tillë është një proces i komplikuar dhe nuk është proces shumë i thjeshtë. Mirë po, kur fillohet të punohet në këtë drejtim, atëherë kjo shkon deri në fund. Dhe ju e dini mirë që disa bombardime të para disa ditëve që ndodhen në Iran, ku bombardoi Amerika, atëherë u goditën edhe disa impiante ku tentohet të prodhohen apo të krijohen kushtet për prodhimin e një bombe bërthamore. Do më thonë, ka element për cilit mund të dyshohet dhe mund të thuhet që paraqesin rrezik për pjesën tjetër të botës. Rrezik, kur themi, e thash më herët, pse paraqet rrezik? Për shkak se në shtetet teokratike dhe shtetet të cilat autoritetin e duart veta e kanë individët dhe jo institucionet, por njerëz të fuqishëm siç ka qenë Ayatollah Khamenei, atëherë rreziku është evident. Shto kësaj edhe deklaratat e vazhdueshme që i përmeni Preni, për cilat thotë se Irani vazhdimisht ka deklaruar që do ta shkatërrojë Izraelin në tërësi. Dhe ta zhvim aty tek interesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Këto ditë shpesh është përmend edhe kjo që Izraeli në fakt e futi Amerikën në luftë me Iranin. Për këtë deklaratë në fakt unë nuk mendoj se është ashtu, për shkak se Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një traditë të gjatë bashkëpunimit mes vetes. Jo vetëm pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan ta mbrojnë thjesht për shkaqe humanitare Izraelin. Mirë po edhe për shkak se në këtë pjesë të regionit të botës Amerika ka një partner të fuqishëm, partner i cili në një farë mënyre është trampolin për ka realizimi i interesave gjeostrategjike dhe ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë pjesë të botës. Prandaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë të nevojshme ta mbrojnë partnerin e vet për shkak se ju duhet atyne edhe për të ardhmen. Nuk është fjala për një situatë momentale, siç ishin këto kërcënimet e fundit dhe konfrontimi drejt për drejt mes Izraelit dhe Iranit, por është fjala për një interes afatgjat. Dhe ky interes afatgjat e obligon presidentin Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që t'i dalin në ndihmë Izraelit. Mund të them se një pjesë të infrastrukturës ushtarake, sidomos inteligjencën izraelite, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përdorin jashtëzakonisht shumë për interesat e veta, jo vetëm në raport me Iranin, po në raport me lindjen e përgjithësi. Kështu që ky partneritet në një farë mënyre e obligon edhe presidentin Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ta mbështesin njëna tjetrën. Prandaj ja them se nuk është Izraeli ai që në një farë forme e mashtroi Amerikën dhe e futi në luftë, mirë po janë rrethonat vetë të tilla të krijuara në aspektin historik që Shtetet e Bashkuara të Amerikës për herë duhet të gjenden pranë Izraelit të ndihmojnë nëse doan të mbrojnë interesat e veta karshi pjesës tjetër të botës. Nëse nuk ndërhyjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë pjesë të botës, atëherë aty do ta keni Kinën dhe do ta keni Rusinë. Dhe kur janë Kina dhe Rusia aty, interesat ekonomike dhe gjeostrategjike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po edhe të Evropës dhe pjesës më të madhe të botës demokratike do të rrezikohen shumë. Prandaj këto gjëra janë të ndërlidhura ngushtë me njëra tjetrën dhe e tërheqin njëra tjetrën në çfarëdo situate që të jetë. Dhe unë besoj që këso tentativash për të tërhequr njëra tjetrën do të ketë gjithmonë. Ti kthehemi pak edhe NATO-s dhe kësaj ftohjes në mes Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s. Në fillim të këtij diskutimi unë e thash që presidenti Trump
shpesh herë në vendimet e tina është tepër konfuz dhe nuk është sa duhet i qartë për opinioni, por as për partnerët. Kjo ndoshta për arsye se ai ka një mendësi të biznismenit dhe shumë çka llogarit nga ai kënd vështrim dhe kjo i sjell vështirësi për të menaxhuar dhe për të udhëhequr një shtet fuqishëm siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ai e ka mbiçmuar fuqinë amerikane, kështu që edhe hapat e tij kanë qenë për mendimin tim të ngutshëm. Dhe arsyeja pse shtetet e fuqishme evropiane dhe NATO-ja nuk i doli në krah apo në ndihmë kësaj here në këtë moment, se nuk po them që nuk do të ndodhë në një të ardhme, por në këtë moment nuk i doli në ndihmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është pikërisht kjo ngutia që e kishte presidenti Trump për të filluar një luftë në Iran, sepse kjo nguti në fakt i prish disa plane të NATO-s, plane këto të cilat janë punu dhe janë përpunu me dekada në raport me sigurinë gjeostrategjike në përgjithësi dhe sidomos mund të themi në këto 4-5 vitet e fundit në raport me Rusinë, e cila shihet si një kërcënim i veçantë për Evropën. Dhe NATO-ja është e fokusuar tepër shumë ka Rusia dhe në këtë moment kur NATO-ja ishte e fokusuar ka Rusia dhe në vend që ta kishte edhe mbështetjen edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu siç filloi me administratën e Joe Biden, tani me ardhen e zotit Trump, këto relacionin mes Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s ndryshuan dhe ky ndryshim i shkaktoi probleme edhe vetë NATO-s e cila u detyru që të reorganizohet, një reorganizim edhe në kuptimin e strukturimit të saj, kompaktësisë, financimit, logjistikës, po edhe fillimit të prodhimit të armëve të cilat Evropa nuk i prodhonte deri më tani. Është fjala për Gjermaninë, Francën, Britaninë e Madhe dhe disa shtetet e fuqishme. Detyrimi i shteteve evropiane që të rrisin buxhetin për luftën, për shkak se këtë presion e shtoi apo e rriti presidenti Trump, ka ndryshuar agjendat tërësisht të NATO-s, të cilat agenda më herët i kishte të konsoliduar, po tash u detyru me i përshtat edhe një herë për shkak të presionit që i bani presidenti Trump. Dhe tash në këtë rrugtim dul plus pengesë shtesë kjo lufta me Iranin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin, çka i shkaktoi edhe një goditje shtesë NATO-s e cila nuk ishte parapregaditne për këtë ngjarje që po ndodh tani pra me luftën në Iran. Dhe kjo është arsyeja që për një kohë të caktuar NATO-ja i ka suspenduar apo e ka suspenduar mbështetjen për presidentin Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse po të kthehej NATO-ja dhe të ndihmonte presidentin Trump në luftën në Iran, me këto kapacitete që i ka, sigurisht që në Iran do të ishin pasojat shumë të mëdha për Iranin dhe do të rregullohej atje mbase situata sipas vullnetit të presidentit Trump, por do të rrezikohej pjesa tjetër e Evropës dhe Ukraina, e cila është për në interes për shtetet evropiane, sepse Ukraina është një shtet shumë i madh me asete të fuqishme ekonomike dhe si i tillë Evropës i duhet, për shkak të resurseve edhe natyrore, edhe ekonomike dhe për shkak të vetë pozicionit të Ukrainës përballë Rusisë. Kështu që NATO-ja nuk guxon me rreziku me i shkel ato planet e mahershme që i kishte përgatit për luftën me Ukrainën për të ndihmuar presidentin Trump në Iran. Këtu besoj që edhe presidenti Trump ka bë kalkulime të gabueshme duke menduar që në momentin që ai futet në luftë në Irak pa i pyetur partnerët evropian dhe pa e informuar komandën e NATO-s, këta do të bashkangjiten në luftime.
por kjo miscalculation apo kalkulim i gabueshëm i presidentit Trump sigurisht që ka shkaktuar probleme jo vetëm Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po edhe vetë NATO-s dhe Evropës. Por megjithatë, unë jam optimist dhe mendoj që ekonomitë e këtyre shteteve perëndimore dhe kapacitetet ushtarake ndonse me një vështirësi shumë më të madhe se që zakonisht do të ndodhte, prapse prap do t'ja dalin të menaxhojnë situatën dhe të i ndojnë ato sferat të interesit dhe prapë po them me një ndoshta humbje shumë më të madhe të resurseve ushtarake nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por që në fundit Irani do të jetë ai që do t'i paguaj mas tepër me këto pasoja, edhe do t'i vuaj. Pra në çfarë mendimi ke për atë çka tha generali? Faleminderit. Spari, për mendimin tim, ndoshta edhe vetëm si pedagog, po dhe si njeri, se na ndëgjojnë edhe të ri, ish dash në fillim që të thojmë, jo vetëm të thojmë, po ta ndijmë atë, që nuk duhet të ketë fare lufta. Nuk është dash të ketë fare lufta, se secili ka shtetin e vetë të shkujt me qenë një botë perfekte, po jemi tani ku jemi. E kaluara na mëson shumë. Është ajo thonja, kaluara është mësuesja e që si ta ndërtojmë të ardhmen. Dhe pa dashur që Amerika ta mbrojë ajo, po Amerika mbron veten sa superfuqi, por është realiteti, cilin duhet ta themi. Generali e din, Tedi është më i ri, por ndoshta ke mësuar në histori. Franca nuk do të zhdukej, por trupat amerikane zbarkun në Lombardi dhe shpëtuan nga nacizmi hitlerian, e shpëtuan Francën. Pastaj Kennedy zbriti në Berlin, se Rusia, kur humbi luftën Gjermania, kete shkatru Gjermanin, se thujmë da mira për snemi, dhe Kennedy, presidenti atëhershëm i famshëm Amerikan, zbriti në Berlin dhe tha, ich bin ein Berliner. Unë jam një Berliner dhe nali aty. Murin nuk e la, se do të vike deri ka. Kështu që është kjo Amerikë që i shpetoj këtu. Edhe ta përsëris edhe herë, duhet 100 herë me përsërit, për këtë Evropë, unë vetë jam evropian, po është realitet, ne do të ishim të zhdukur sot, as insekte nuk do të kishte në Kosovë, se ishte plani toka djegme. Kjo Amerikë e shpetoj këtë. Janë ekspert amerikan, besoj une, shumë të fort, e të përgatitur që e din a ka Irani potencial të zhvilloj bombë zhdukje masive, atomika si quhen ato, sigurisht që ata janë shumë ma ekspert, e din që diçka aty duhet të ketë një rrezik, mendoj unë. Me këtë logjikë edhe lufta në Irak do ishte në rregull, po doli bosh. Po tham, çka do se të thojmë, është e ndihshme, se është një luftë, është të pësu një popull i pafajshëm, Patjetër, është çdo popull nuk meriton. I prej diktatorëve të vet, tani plus lufta është shumë e dhimbshme. Asnjë popull nuk e meriton luftën, patjetër. Nuk është faji popujve. Nuk është faji popujve. Kështu që faji popujve, pjesa e popullit është vetëm që mos lejoj një regjim në fakt. Ajo është faji i popullit. Deri diku. Jo Historia short term, po long term, po. Historia ka treguar që popujt shpesh herë binë në kurthin e tyne, kur zgjedhin lider të jo duhur. E kemi rastin në ish Jugosllavi, ku kemi qenë edhe na pjesë e atij shteti dhe në momentin që në kryt shtetit erdhi një person i gabuar, ndodhen përgjakja e popujve të njëjtit shtet, kroatëve, bosnjakëve, serbëve, shqiptarëve dhe kështu me radhë. Dhe po kështu edhe në Iran, unë e përmena më herët, kemi një udhëheqje teokratike ku në fakt kulti i udhëheqjes qëndron tek një person
Dhe sa herë që kemi situata të tilla, populli e pson pafajshëm sigurisht. Mirë po populli është ai që gjatë proceseve politike e ka bën ilshim ose është mashtru prej individëve dhe ata individ kanë hyrë në kry të atyre shtete dhe pasojat janë këto që i shohim. Prandaj sado që luftrat janë vërtet të padrejta dhe asnjë luftë nuk është e mirë. Përveç asaj pjesës ku luftohet për liri dhe është domosdo, kjo është e kuptueshme, por luftrat të tjera janë të gjitha të padrejta dhe janë fatkeqe për ata popull që i përjetojnë. Por janë situata të tilla të domosdoshme ku nuk mund t'i shmangësh aty në situatave. Prani e përmeni në fillim të bisedës historinë Persës dhe kush ishin Persit. Dhe sigurisht që do të kemi simpati për secilin civilizim që i sjell dobi botës dhe interesa botnore. Mirë po këto interesa më pastaj kur shkojnë dhe psojnë transformime për të keq, atëherë do të dalë dikush që t'i ndaloj ato dhe t'i kthejë në rrugën e duhur. Pas luftës dytë botnore, në vitin 45-46, në ato vite, nësa kam pa dhe kam lexuar, Irani ka qenë një shtet propërndimor dhe shumë demokratik, për shkak se kishte një demokraci dhe kishte një civilizim i cili po çonte Iranin përpara drejt një bote moderne. Mirë po me ardhen e ajetullahve në pushtet dhe mullave në kry të shtetit, çdo gjë ndryshoi. Dhe na nuk potencum deri me tani një element tjetër të luftës speciale që zhvillon Irani jo vetëm mbrana territorit të vet, por edhe në fëqinësi të shtetet tjera arabe dhe po ashtu luftë e veçantë dhe luftë speciale e cila po përhapet edhe në Perëndim dhe në Evropë. Dhe kjo është përhapja e islamit politik. Pra nuk është fjala e përhapjes së fesë së islamit, po përhapja e një ideologjie politike e llojit të veçantë e cila e infiltruar apo e futur thellë në islam, po vazhdon të kërcënoj edhe botën perëndimore dhe jo vetëm Evropën e cila është këtu më afër lindjes, po edhe Shtetet e Bashkuara kanë filluar të ndjejnë këto kërcënime nga ekstremizmi fetar islam, ndonse Perëndimi ende nuk i ka kuptuar në thelb se si po zhvillohen këto luftra speciale përmes islamit politik. Dhe kjo është një element i cili duhet të prehet atje ku e ka burimin dhe më pastaj të sanohen edhe pasojat të cilat po i ndjen edhe vetë Evropa, po edhe vetë Kosova si një shtet i ri, i cili nuk është i konsoliduar sa duhet me institucionet e veta të sigurisë dhe nuk e ka përmbyll ende pavarësinë e saj dhe nuk e ka sovranitetin e plot në dorë të veta. Ende është e pranishme Bashkia Ndërkombëtare për ta ndihmuar Kosovën që të ngritet edhe më tutje. Dhe ky segment sigurisht që nuk do të nënçmu përveç atyne arsytimeve dhe arsyeve tjera që i përmenu më herët se pse po ndodh kjo luftë atje. Edhe kjo është një pjesë e asaj lufte speciale të cilën Irani në mënyrë jo të armatosur e zhvillon në botën perëndimore, sepse synohet që përmes një pushtimi të tillë ideologjik ta ndryshoj të gjithë jo vetëm narrativen, po edhe realitetin në botën perëndimore. Dhe kjo me siguri që po vrehet këto vitet e fundit edhe në Evropë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi këto ditë edhe disa hapa konkret të disa shteteve evropiane që kanë marrë masa konkrete në lidhje me luftimin e kësaj dukurie që po ndodh në Evropë. Prandaj po them që lufta në Iran nuk do të shikohet vetëm nga një prizëm dhe të kërkohet vetëm një arsye, cila është ajo arsye se aty
janë një grumbull i arsyeve të cilat i kanë imponuar një luftë edhe Izraelit, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, po pse jo edhe evropianëve, ndonë se evropianët unë e përmena më herët cili ka qenë plani i tyre para se Trump ta sulmonte Iranin dhe si e kanë pas idenë ata që t'i çojnë këto çështje në planin afatgjat përpara. Por tani me qenë se kanë ndryshuar këto plane për shkak të ngutisë së presidentit Trump, atëherë duhet një përshtatje e re dhe duhet merret parasysh secili segment i luftës që zhvillohet, qoftë ajo me mjete luftarake, qoftë me propagandë, qoftë me luftë kibernetike apo çfarëdo lufte tjetër e cila i dëmton interesat e cilit do vend evropian, në këtë rast edhe Kosovës dhe Shqipërisë. Prandaj unë po them që është e domosdoshme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe bota demokratike jo t'i shkaktoj viktima popullit iranian dhe cilit do popull, por të mundohet që të bëjnë maksimumin që ky problem të zgjidhet me dialog dhe pa pas një luftë të përgjithshme. Mirë, po duhet ta kuptojmë, qoftë se një popull e mbështet një qeveri të tillë autokrate, se kjo i ka ndodhur edhe popullit serb në Serbi, të cilët sado që bota perëndimore u ofronte zgjidhje dhe u ofronte kondita shumë të volitshme, edhe në rastin e Kroacisë, edhe në rastin e Bosnës, edhe në rastin e Kosovës, serbëve ju kanë ofruar mundësi të jashtëzakonshme për ta ndalë luftën dhe për ta qetësuar situatën dhe për ta kthyer bile në favor të Serbisë. Por me qenë se udhëheqësi serb ishte kokfort dhe nuk donte të dëgjonte fjalën e askujt, atëherë erdhi deri tek bombardimi dhe kështu edhe vetë populli serb i ndjeu pasojat e asoj lufte. Jo vetëm ne tjerë që ishin të kërcënuar prej serbëve, po edhe vetë populli serb u bombardu prej NATO-s, por me fajin e tyre. Prandaj, po them që edhe në Iran duhet të ketë një zgjim të vetdijes të qytetarit, i cili duhet gjej forma që jo ta mbështes një qeveri teokratike, por thjesht të gjej forma që ta detyroj udhëheqjen e vet që tulet në tavolinën e bisedime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ta gjej një zgjidhje e cila do të ishte fatlume për të dyja palët. Për ta me që jemi drejt fundit prend, edhe pasaj generali, si impakton shtetet tona nga lufta në Iran, qoftë Shqipëria, qoftë edhe Kosova? Çfarë mendimi ke? Po, është situatë shumë specifike për ne. Një në ne ishim gjatë kushtum dhe një farë mënyrë vetvetiw me viktimin solidarizohemi, se ashtu është, ishim vetë viktim. Tani viktim është populli iranian. Në anën tjetër kemi aleatin jetik, strategjik, i cili na ka shpëtu, na ka kriju shtetet, Amerikën. Kështu që për ne si shqiptarë shumë ndihshme kjo, është zor t'jepet një. Jo, nuk dua anbajtje, dua vetëm si impaktohemi, nuk dua anbajtje. Ekonomikisht e kam fjalën. Çmimet dhe gjithçka tjetër. Apo mendon pasojat që reflektohen. Pasojat. Po sigurisht ato Irani është një furnizues me karburante dhe ndikon ajo. Jemi ku jemi, ne duhet kemi kujdes, sidomos se politika jonë, po është mjerisht shumë e papërgjegjshme në dy shtetet tona dhe nuk është në nivel të duhur si duhet jetë. Dhe kështu që kemi probleme shumë të mëdha në këtë aspekt, po këtu jemi, duhet i përballojmë gjitha edhe Dakor, zgjidhjet e skemit.
Jemi këtu ku jemi, e di. Zgjidhje tjetër nuk kemi. Nuk i kemi në dorë. Po thamë është Jo vetëm Irani, po është krejt zona është furnizuese e naftës me Arabin dhe me gjithë vendet, të cilat kanë ndaluar eksportin, duke çuar rritjen e çmimit të naftës, që përpasojë çon rritjen e çmimit të çdo lloji produkti. Edhe nga krau tjetër dhe rritja e çmimit edhe ndales e ritmit të prodhimit të pajisjeve ushtarake që marrin çipa nga Tajvani, i cili furnizohet 90% me ndihmën e asaj ngushtice, dhe që duke ngelur ai pa naftë, sigurisht ngelin ushtrit pa çipa ose me çipa shumë të shtrenjtë, edhe pajisjet shtëpiake, frigorifere dhe gjëra tjera, por që të rëndësie më sekondare. Tajvani si partner kyç për çipat për perëndimin flas për anën perëndimore vetëm. Nuk e di si ka qenë në Kosovë, se Shqipëria si gjithmonë ka çmimin e naftës më të lartë në rajon. E ka të vështirë ta kontrollojë sepse nuk ka logjik tregu, sepse ka monopol e nafte. Nuk ka çfarë të kontrollojë. Kam parë Kosovën me çmime pak më të ulta se Shqipëria, sigurisht të gjitha të impaktuara nga lufta, edhe Amerika vetë e impaktuar nga lufta. Si është situata? Unë jam më pak i informuar për Kosovën. Si është situata në Kosovë për sa i përket çmimeve dhe impaktit ekonomik, Hysen, ose si është pritur nga populli më saktë? Natyrisht që generali, unë lëvizi shpesh, kjo është valid këtu dhe ndoshta generali më mirë i ka ndinë vetë kështu dhe po, prandaj e pyeta atë për Kosovën më tepër. Po, unë lëvizi shpesh. Sigurisht që kjo luftë ka ndikuar jashtëzakonisht shumë në çdo sferë të jetës në Shqipëri edhe në Kosovë po ashtu, po edhe me zgjerë, por po flasim për dy shtetet tona. Çmimet janë rritur bukur shumë sepse në rritjen e çmimit ndikohet automatikisht në mbar ekonominë e vendit. Tash është koha e mbjelljeve në Kosovë, pranvera po vjen, bujqet kanë filluar të punojnë tokat dhe kanë vështirësi të mëdha për shkak të rritjes së çmimit të naftës. Por ky çmim i rritjes së naftës ndikon edhe në rritjen e çmimit të farëra për bujq, edhe plehrave, sepse ato transportohen dhe ai transport do naftë sigurisht, por po ashtu edhe artikujt e tjerë të domosdoshëm, të përditshëm të qytetarëve janë rritë në çmime dhe qytetarët kanë vështirësi të mëdha dhe shporta e tyre mund të them lirisht që është përgjysmu. Mirë po, qeveria e Kosovës në ditën e djeshme, nëse nuk gaboj, ka ndërmarrë disa masa të çmimit tavan të naftës. Është marrë ta kemi qeverisë ku do të tentohet që të kenë në kontroll këto çmime të naftës. Sa do të jetë kjo reale dhe sa do të mund të realizohet është çështje krejtësisht tjetër, por është bisedu. Nëse do të mund të arrihet, ndonse është shumë e vështirë në tregun e lirë që të imponohen gjanat e tilla, por nëse do të arrihet që të mbajë nën kontroll ky çmim i naftës, atëherë jeta e qytetarit do të ishte paksa më e lehtë dhe do të kuptohej si një punë e mirë e qeverisë së Kosovës. Por deri më sot, edhe në kohën kur nuk kishim kriza të këtilla çfarë është lufta e Iranit, në Kosovë kemi pas problem të vazhdueshëm me ngritjen e çmimeve dhe gjithmonë për shkak të mos punës së qeverisë dhe arsyetimit nga ana e qeverisë për krizën globale. Gjë që jo çdo kun ky arsyetim mund të qëndrojë, sidomos nuk qëndron tek pjesa tjetër e energjetikës, sepse Kosova ka resurset e veta natyrore, ka thëngjillin të mjaftueshëm për prodhimin e energjisë elektrike, ka tani edhe resurse tjera të elektronave me erë, të cilat po ashtu ndihmojnë. Mirë po, ka pas një farë neglizhencë në punën e tyre, një farë pakujdesie dhe sigurisht
edhe interesat e grupeve të ndryshme politike kanë ndiku që shtetit mos jetë efikas në mbrojtjen e interesit të vetë qytetarit. Por lufta e Iranit po ndikon me të madhe në rritjen e çmimeve në të gjitha lëmit, edhe në ekonomi, por edhe në shëndetësi, edhe aty ku nuk ka prodhim, për shkak se një çmim po ndikon tek tjetri. Tani shpresoj që lufta atje sa më shpejt të përfundoj, të arrijet një marrëveshje dhe të rikthehemi normalitetit, Patjetër. jo vetëm për shkak të ekonomisë, por edhe për shkak të anës humanitare, të cilin e përmend edhe miku im sonte në televizion, Marleku, dhe unë po shpresoj që këto ditë përfundimisht ta kuptojmë se ka po orientohemi. Unë patjetër do të bie dakord me ju për diçka te Kosova, sepse jeni dhe më i informuar për atë pjesë. Sigurisht Shqipëria gjithmonë ka qenë shumë e ndjeshme ndaj këtyre luftrave. Kur lufta nisi në Shqipëri u rritën çmimet dhe shteti është detyruar të ketë për një periudhë caktuar kohore disa rezerva që mos goditet direkt. Pavarësisht çmimet u rritën menjëherë. Nafta që ishte blerë nga Shqipëria ishte blerë nafta me atë çmim të lirë para luftës. Dhe kur rritën çmimet, kjo nuk reflektoi kohën që duhej që ekonomia të impaktohej, sepse kur ndodh një luftë, ekonomia nuk impaktohet brenda një dite, do pak kohë. Kjo gjë nuk ndodhi në Shqipëri, sepse është e gjitha lojë e monopoleve. Dhe ka patur dhe protesta. Tani kemi del ministrja Tmerr, e cila thotë që nafta impakton vetëm 3% të shportës, thotë. Që është një deklaratë, domethënë është një përzierje mes ignorancës edhe propagandës. E para, shifra nuk është e vërtetë. E dyta, edhe sikur shifra të jetë e vërtetë, nuk ka lidhje sa impakton nafta në shport, se nafta impakton rritjen e çmimeve të çdo produkti, i cili është pjesë e shportës. Kemi kryeministrin që del e thotë do heqim do e zbresim çmimin, duke hequr nga aksiza nëse çmimi shkon 220 lekë për litër. Që nuk e kuptoj fare sensin ekonomik të kësaj gjëje, domethënë, sepse domethënë ti i thua monopolit rritet çmimin ti, se do të teq taksën, do të shkosh prap aty ku je. Pra nuk e zbut atë, sepse ai është monopol dhe ai do vazhdoj ta rrisi dhe ti e ke krijuar vet, e ke fuqizuar vet dhe sot nuk e ç'bën sepse ka luftë. Tani si qëndron kjo punë? Ky për shembull, ky nuk është faji i luftës në Iran, ky është faji jon si popull që kemi lënë këta drejtues. Si qëndron në Kosovë? Se për Shqipërinë e shohun që e kemi, domethënë, jemi në një pikë ekstreme ku përballemi me një shpopullim masiv të vendit, tashmë jemi dhe drejt Bashkimit Evropian, që sigurisht po u futëm do kemi shpopullim akoma dhe më masiv të vendit, sepse menjëherë mbasi pasaportat e BE-s merren do të ketë largim masiv dhe vazhdojmë gjejmë këto prallat e Ramës. Po ju në Kosovë, si keni këtë situatën politike të brendshme? Pra nuk po flas tani për impakt ekonomik, por po flas për kundërpërgjigjen politike të qeverive për të mbrojtur dhe për të dalë sa më mirë në këtë situatë. Ky është sensi i logjikës që them, dhe prandaj të pyes. Mirërisht, kisha pas dëshirë shumë që të flas për disa të arritura. Sa do vogla kështu punë mirërisht, nuk qëndroj mirë, unë jam direkt kështu edhe do të vazhdoj kështu, ti shoh gjonat edhe ti tham ashtu si shoh, edhe qofsha i gabum, por jam shumë i bindun që nuk jam i gabuar, edhe po të shkaktojsha një dam diçka që do ta çorientoja popullin ose individu ose kështu, unë do të rezervohesha mos tham. Mirë, po janë gjona ditura, në barë nxehtë që i shohim për ditë dhe ky popull i përjeton për ditë. E madhimshja për mendimin tim është fragmentimi kanë nda popullin, politika i kanë hasmu mes veti, është e pafalshme, mbi shumë gjona negative që i kemi
si shtet i ri në konsolidim i brisht në aspektin politik, shumë i brisht, që tha dhe generali, kemi hala probleme me sovranitetin, kemi me veriun, gjitha shumica e në faj jonë, s'kem dit me në nëgjim, kështu që populata është e hutuar, mjerisht trit, nuk kanë vullnet. Edhe problemi është që edhe ata që kanë gjendjen ekonomike nuk e kanë dot ose që kanë relativisht mirë gjendjen ekonomike, gjithë dojnë me nshu vendin. Një vend cilin mrena 24 orë kënë marrë në vend të minum ka orë ky popull lidashës, ende tymi flaka në për shtëpia djegura nga pushtusi serb barbar, se nuk edhe pse është 26 vite mas lufte, nuk kemi qara pa thonë këta. Ishte një të mërshme, ishte në shekull 20, fund shekull 20 dhe fillim shekull 21, këtë asi gjonë është të banë një shtet ndaj një populatet pa mbrojtun, është të merë kjo, dhe kështu që ky popull prind të këtyne trive që dojnë sot me nshua dhe unë vetë, erdhen edhe shumë kanë pësu në tokat minume, në venet minume, me atë dhe shëruj erdhe popullun prapë, që kishim shumë frikë kur efshin ato shifrat, ka që do t'i merë kjo shtet, ka që kjo shtet, po u këthy populli mrena 24 orë dhe e popullun këtë vend, e tani, mas 26 vitëve ta nëshojnë në venin, pa asni zorë, pa asni prej ashtu aty këtu, keshme në nëzimi, do më thonë, krejt kjo është rezultat i keshme në nëzimit, jo seriozitetit të politikës tonë, politikave në vazhdimësi, s'ka as plus minus, në vazhdimësi, se cilin atë mënyrën në vetë, e ka thonë edhe këngëtarja e famshme Shkurt të Feza, djemë ma të qinë, a qëllu qka, si është e mundur, po ta menaxhojsh një shtet huj nëse ta besojnë për 6 muaj, duhet t'jesh i korrekt, i kujdesshëm, e jo shtetin tanë atë dhevën tanë, ma lejo Shkurt, shumë shtete, shumë popull i kanë fitu luftën, lirin me dhunë, me luftë, falë. Mirë po është po lufta mes ushtrive. Te ne është liria jona shumë ma dhinshme se tjerë. Se është përballë një populate pa mbrojtme, me një armat shumë gjakatare, shumë të fort, shto këtu dhe paramilitar, grupe paramilitare. Dhe më thonë, liria jonë jenë vra mytë 80% popullat civile, fmi, nona, generale ma kompetent për këte. Kjo një liri shumë ma dhimshme, shumë ma e duhet jemi të përgjegjës për këtë shtetë se në mendimin ati gjakut njomë dhe dëshmorve dhe shtetit Amerikan e fitum lirin, fitum shtetin, tani mos në menaxhojmë ne, kjo është e pa falshme, nuk di as gjoj fjallë. Po, ideja është që duhet bindur njerëzit që lufta nuk ka mbaruar ende. Pra nuk është mbaruam hallet dhe tani duhet flem gjumë. Duhet vazhdojmë që të mbajmë shtetin dhe ta administrojmë. Qoftë Kosovën, qoftë edhe Shqipërinë. Tani, sepse kemi dal nga koha dhe jemi drejt fundit. Secili prej jush mund thot diçka përmbyllse. Sigurisht me bazën më tepër të vendet tona. Me që është mbyllje, një mesazh base për vendet tona. Kush dëshiron ta thot i pari? Mirë, sigurisht që dy vendet tona, edhe pse janë dy shtete de facto të pavarura në fakt për shkak të afërsisë të tyre që kanë mes vete, për shkak se janë i njëjti popull, si ne se anej, dhe për shkak të historisë dhe faktit historik që kemi pas, do doj që politikanët e tyne të vedisohen dhe të gjejnë ato pikat e përbashkëta ku mund të parafrojnë këto dy shtete sa më tepër dhe mos të ndjehet kjo ndarja jo vetëm për shkaqe emocionale, sepse jemi i njëjti popull, mirë po edhe për shkaqe praktike. Një shembull i mirë është bashkëpunimi i Forcës Sigurisë të Kosovës me ushtrinë shqiptare. Dhe në këtë kuptim do dohet që dy shtetet të bëjnë shumë më tepër edhe në rrafshin ekonomik, edhe në rrafshin politik, sepse këtu kemi
deficite të dyja palët dhe një bashkëpunim ma i ngushtë, ma konkret në këto çështje, sigurisht që do ta fuqizonte faktorin shqiptar dhe faktori shqiptar do të ishte shumë më i rëndësishëm dhe ma pak i cënushëm nga këto rreziqe që i kemi sot për rreth. Mirë po, prani me të drejtë u shpreh në mënyrën se si u shpreh, sepse në Kosovë kemi shumë probleme të cilat për këto 4-5 vitet e fundit vetëm sa janë rrit në vend se të paksohen. Ju e përmend rezervat në Shqipëri, të cilat do duhet të ndihmonin Shqipërinë në rast të krizash. Mirë që paska rezerva në Shqipëri, qoftë në ushqime, qoftë në nafta apo diçka tjetër, mirë po dihet që qeveria jon është në një proces gjyqësor, pikërisht pse këto rezerva u volën nga dikush dhe nuk kemi rezerva në kohën më të vështirë për ekzistencën tonë edhe ekonomike, po edhe të sigurisë. Prandaj, këtu në këtë aspekt duhet të vedisohet edhe vetë populli dhe nuk duhet që politikan t'i shohim si dikë për cilin punon populli, por t'i shohim si ata të cilit janë zgjedh aty që t'i shërbejnë popullit. Duhet t'i ndrojmë rolet me ta, përfundimisht. Prand, mesazhi juaj mbyllës? Tedi, ne vetisohemi dhe kemi takime, domethënë sikur sot që kemi patur, kemi më shumë dhe të koordinohemi, vetisohet populli dhe një rast thohet mjaft është mjaft dhe nëse vazhdohet kështu ne duhet zgjohet populli dhe t'i merr gjonat në dorë se nuk mund të lejojmë që degradohemi kështu. Nuk mund të lejojmë të degradohemi kështu, po ndoshta thojmë tjera herë do ta kemi një emision të posaçëm për këtë temë dhe për hir edhe të kohës. Për më gjatë, po. Faleminderit shumë. Ajo që kemi mësuar nga të parët tanë është se pavarësisht se kanë pasur vështirësi shumë të mëdha, fati nuk ka qenë krahun atyre dhe rrethana shumë të këqija, kanë treguar se ne jemi arkitektët e fatit tonë. Çdo popull është arkitekt i fatit vet, dhe kështu është në dorën tonë, pavarësisht vështirësive, pavarësisht armiqve, sa do të mëdhenj janë, prap është në dorën tonë, është në dorë të mendjes tonë, të popullit tonë, se sa ne e duam vërtet atë që kërkojmë. Nëse ne e duam aq sa duhet, do ta marrim. Nëse nuk e duam, nuk do ta marrim. Deri më sot kemi marrë sa kemi 40 shqiptare, që është marrur me gjak, me djerës dhe me shumë mund. Tani, a do të arrijmë të marrim mirë administrimin e këtyre shteteve? Mbetet për të parë dhe është vetëm në dorën tonë. Ne jemi arkitektët e fatit tonë e përsërisht. Ju falenderoj edhe zotin Hysen dhe zotin Prend që ishin sot me mua në këtë lidhje online. Do takohemi sërish me emisionin Qëndrim nga unë Tedi Mene në ACTV. Uroj gjithë të rishikuesit, çdo shqiptar në çdo vend të botës, mbrëmjen e mirë apo sado mund të jetë ora në çdo vend të botës dhe ju lutem, vetdia kombëtare është një nevojë emergjente. Duhet bërë sot. Nuk ka më kohë. Nuk ka më kohë për të humbur, sepse vendet tona po kalojnë sfida tepër të larta, të cilat po kryejnë dëme të cilat janë të pazëvendësueshme dhe të parikuperueshme. Ndaj duhet veprojmë sot për atë dheun ton, për atë djerës dhe gjak të derdhur nga të parët tan dhe për të ardhmen e brezave ton të këtij kombi kaq të bukur që kemi me një histori aq të bukur që e kemi. Ju falenderoj shumë që na ndoqët, bëni like në rrjetet sociale, shpërndani intervistën, uroj mbrëmjen e mirë nga unë Tedi Mene. Respekt Tedi, faleminderit shumë. Faleminderit ju.